ju mor vula e partisë dhe që gjithsesi ja doli mban që nëpërmjet bazës vetë elektorale ta rimerte në dorë partinë, është e kuptueshme që ai të mos e lëshoj më derisa të ketë jetë edhe biologjike, jo më politike. Veç se kjo prania e tij si thua, jo vetëm që e ka kapur vetë Partinë Demokratike për të mos dalë dot jashtë këtyre kontureve, po edhe mbar politikën shqiptare, siç e thash pak më parë, pra, sepse sa më shumë delegitimohet Rama, aq më pak konsiderohet si opcion i mundshëm Sali Berisha. Unë besoj se Sali Berisha kur s'ka për të qenë ndonjëherë më kryeministër i këtij vendi. Po sidoqoftë është komod në pozitën e partisë më të madhe opozitare për hir të influencave të tij, fakti që ka qenë ndikur në pushtet dhe që njerëzit në një farë mënyrë ja din për nder disa. Tani më bën përshtypje që edhe në qeveri ka shumë të diplomuar jashtë. Edhe në Partinë Demokratike ka shumë diplomuar jashtë. Edhe ju jeni diplomuar jashtë. E them edhe mes kolegësh, po edhe të ftuarit shpesh këtu, zoti Muçi, që partitë politike që u krijuan mbas vitit 1990, me të vërtetë nuk e dinin ç'ishte demokracia. Por niveli i tyre intelektual dhe atë që pas kanë bërë i bie që kanë qenë më demokrat, fjala vjen ata Fatos Nano, Ylli Bufi, Neritan Ceka, e të tjerë figura që kishin një lloj niveli intelektual dhe nuk mohohet, se sa ju të rinjt sot. Dhe kur them ju të rinjt, unë i bëj bashkë se tani të kesh diplom, po themi në një universitet prestigjioz, edhe në Partinë Socialiste ka plot. Zonja Spirapali ka qenë një nga studentet ose dhe gjimnaziste nga më të mirët në Tiranë, besoj ti e di këtë, e ke këtë informacion. Apo dhe të arsimuar të tjerë, dhe në Partinë Demokratike ka plot atje të arsimuar dhe diplomuar jashtë. Tani, si ka mundësi më ju të rinjt jeni më pak demokrat, si nuk është një i diplomuar jashtë i lirë? Po shko pra, unë mendoj se nuk është thjesht çështje e të rinjve. Unë mendoj se në Lëvizjen Bashkë ne jemi një strukturë tejet demokratike, përmenda edhe më parë që jemi ndër vite kemi traditën e vendimarrjes nëpërmjet votës, sa herë që ka le themi mendime ndryshme dhe ka shpesh mendime ndryshme brenda nesh. Dhe mendoj se mekanizmi i votës po flas për atë deri tani dështuat me sukses. Një deputet keni jo, nuk është dështim, është fakti që hym në kuvend, nga momenti që ishim në kuvend, mendoj se është sukses dhe është hap përpara. Po pavarësisht kësaj sa i përket të rinjve, do të thoya diçka. Që të gjitha që janë të rinj të diplomuar që i nënshtrohen diktatit të qoftë Edi Ramës, qoftë Sali Berishës brenda dy partive kryesore, mendoj se për ta, pavarësisht nivelit tyre intelektual, që nuk do ta vënë diskutim, po që për ta është thjesht një zgjedhje profesionale. Pra është një lloj marrëveshje që ata bëjnë me faktin që do t'i nënshtrohen linjës së partisë për përfitime profesionale, personale, e nuk e diçka tjetër. Pra i nënshtrohen këtij rregulli të mirë përcaktuar nga dy liderat, le themi, të vjetër të partive, të vjetra, për qëllimet e tyre, ndërkohë që shumë kush, po them ndonjëherë, që është në Lëvizjen Bashkë ka zgjedhur të mos i nënshtrohet këtij rregulli, sepse ndoshta edhe ne fare mirë mund të ishim pozicionuar nëpër partitë e mëdha, dhe të japim model të ri, të përpiqemi që të bindim shoqërinë shqiptare që ka nevojë për një ndryshim dhe për një model tjetër, i cili nuk është, si thua, partitokraci. Kemi të bëjmë me një qasje demokratike brenda partisë që më pas duhet reflektuar edhe në mënyrën se si qeveriset vendi dhe mbar shoqëria, pra nga aspekti demokratik duhet të. Kështu që nuk është thjesht çështje të rinjsh apo të vjetësh intelektualesh ose jo, është edhe çështje e atrofizimit që kanë pësuar partitë e vjetra politike, pra. Ju jeni pasur? Relativisht do thoya që jam, si thua, në klasë mesme, por edhe për shkak të kontributit dhe të ardhurave të prindërve të mi, besoj se ndoshta jam edhe një çik më mirë se sa dikush që e fiton, le të themi, jetesën thjesht përmes profesionit vet. Tani edhe marksist edhe i pasur? Po, nuk ka ndonjë kontradiktë. S'ka kontradiktë? Jo, marksizmi është një ide, pra atë që duhet të jetë shoqëria dhe nuk është thjesht çështje e marksizmit, po thashë socialdemokracisë. Ndërkohë që të ardhurat në një kontekst caktuar social, nuk mendoj se pra qasja jo nuk është qasja e Jezu Krishtit, që të duash të varfrit, siç thoshte Jezu Krishti, duhet të ecësh vetë zbathur. Në një shoqëri moderne mendoj se pavarësisht të ardhurave personale. Se burgë, kështu thoshte Jezu Krishti, Po kështu thoshte. Se duash të varfrit, duhet të ecësh vetë zbathur. Po sigurisht thoshte duhet të mohosh lidhjet e tua fisnore, duhet të mohosh prindrit e tu, shumë shka tjetër do të jesh ndjekësi im, thoshte. Dhe ai sigurisht ecte vetë i pari zbathur dhe thoshte që
që të hyj një i pasur në parajs duhet është si ajo devej kalon devrima e gjithë përës. Tani, Arlind Qori në intervistë ka thënë që edhe Rroku që të bë marrë deputeti pagon një kod të majme për shifën që thoshte ai. Ju e pagoni këtë kodën për partinë? Unë vazhdoj të ruaj, le të themi, atë pagë që merja që kur isha pedagog. Dhe atë pagë merr këtë. Pjesën tjetër të pagës e kthej. Ja partisë. Ja jep sigurisht Lëvizjes Bashkë. Mos më shpend tani. Tani do Rroka si deputet është, në mos gaboj, diku 3 milion, 3.1-2 nuk varet nga. Dhe pastaj ato të tjera benefitet e tjera jo, nafta jo, makina jo. Jo, gjitha bashkë, pra rroga bazë mos gaboj është 2.2 milion dhe pastaj bashkë me komisionet edhe nuk e di ca tjera dieta. Dhe ti nga këto i çon parti? Po sigurisht që i çojmë parti sepse nuk të thotë ti ke krijuar familje, ke familje. Po, i bashkëtoj, nuk kam fëmijë ende, po gjithsesi nuk është çështja aty. Ti bashkëtoj, nuk të thotë bashkëtuesore. U të shmende ti për çaj deputet, si të rikët në shtëpi? Jo, sepse unë në radhë parë Lëvizja Bashkë është një grupim njerëzish ku gjithsecili jep kontributi maksimal që mund të jap, edhe nga pikpamja financiare, sipas vullnetit të gjithsecilit, po ama gjithsekush jep kontributin e vet, dhe përderisa është Lëvizja Bashkë ajo që mua ma dha mundësinë ta përfaqësoj në kuvend, dhe me këtë përfaqësim vjen edhe një shtim i caktuar i Rrogës, atëherë unë zgjedh të ruaj Rrogën që merja kur isha pedagog dhe para se sa të hyja kësaj pune dhe pjesën tjetër të çaj deputeti. Ajo partnerja mund ta bësh publike partnerën tënde? Po publike është partnerja në kuptim. Nuk e di, jo, nuk e di. Kush është partnerja juaj? Partnerja ime është një aktiviste e Lëvizjes Bashkë. E Lëvizjes Bashkë. Kush nga ato rrezik duhet ta kemi intervistuar ndonjëherë? Nuk besoj. Kush si quhet Flavia Osmani. Po ndoshta unë se bëj do të lidhin, po patjetër që duhet të ketë në pjesën e ndoshta, nuk e di. Je dashuruar aty me Flavën në parti? Po në parti. Do të pas ka lidhur partia domethënë. E bukur kjo, shumë e bukur, shumë e bukur kjo. Na ka lidhur aktivizmi sepse jemi njohur para se të bëheshim parti, kështu që. Kam një pyetje tani, jemi në fund të përpara kemi zgjedhjet lokale që madje Partia Socialiste i ka ndezur motorët. Çfarë synimesh ka Partia Lëvizja Bashkë? Ne synojmë të garojmë në sa më shumë qarqe të jetë e mundur, mundësisht në 12 qarqet kryesore si thua. Dhe gjithsesi ju nuk keni garuar me stadium në të gjitha në zgjedhjet lokale. Në 2023 garuam vetëm në Tiranë. Po pra, tani do garoni në të gjitha. Po shpresojmë shumë që të arrim të ngrem struktura të fuqishme, si thua, për të përfaqësuar në mënyrë dinjitoze, do thoja unë, pra në të 12 qarqet e vendit. Dhe që jam i bindur që në zgjedhjet e 2027 do dalim me një rezultat të dinjitoz me përfaqësim qoftë në Këshilla Bashkiake. Çfarë thon dinjitoz? Çfarë synimi keni? Synojmë të kemi përfaqësues mundësisht në Këshillat Bashkiake në sot keni sa përfaqësues keni? Sot aktualisht kemi vetëm një përfaqësues në Tiranë. Na një keni ju, të këpusi shpirtin e një në Këshillë Bashkiake, një në parlament. 2023 ne kishim vetëm 2 muaj parti. Hymë në zgjedhje dhe përfaqësuam Këshillin Bashkiak. Tani kemi 2 vjet parti dhe përfaqësohemi në kuvend. Kush është kandidat për Tiranën? Arlindi që ishte Arlindi u vendos te pjesën që nuk u bën. Përmes një proces demokratik brenda. Po që nuk u bën. Që nuk u bën. Apo mbetet në fuqi ajo. Po besoj se ngelet në fuqi sepse atëherë Arlind Qori kandidati i parë për zgjedhjet 2027-s. Dhe një do ta ridiskutojmë megjithatë fakti që ishte në Po ma lër kështu se lër si lajm tani as të nuk do më japësh. Arlind Qori kandidati i parë për zgjedhjet e 2027-s. Tani kam një pyetje tjetër për ta mbyllur fare. Mandati juaj si deputet ti vetë nuk do kandidosh për një bashkim, se jo, s'ka kuptim. Do ti do jesh në parlament. Unë do doja shumë që sa më parë të kishim zgjedhje parakoshme, që të mbyllej sa më parë. Pse u çmend Rama, thotë, çot mëngjes Rama thotë me ishte djali i diplomuar në Manchester, do të thak shumë po iket. Pse i ka 83 vota? Sigurisht nuk i intereson, po mendoj fort që nëse do kishim zgjedhje parakoshme, Lëvizja Bashkë do përfaqësojnë kuvendin e Shqipërisë shumë herë më fort dhe shumë herë më mirë se sa në. Pse duhet të besojmë nëse kështu thatë edhe për 2025-ën? Do të bëjmë namën, do ta përmbyllim, do të bëjmë këtë, do të heqim 12. Edhe mori deputet. Thamë që do marrim 71 mandate, domethënë. Ne thamë që përfaqësohemi. Jo, 71 tha i tjetër aty nga partitë e vogla, po. Po ju thatë do bëni namin thonë. Ne besoj se jemi në rrugën e dur për të bindur popullin shqiptar për të bërë ndryshimin. Pastaj është në dorën e popullit nëse nami në thonjë se thu ti do bëhet më herët apo më vonë. Tani dhe e fundit fare, nëse një ditë do bëhesh kryeminist, ç'ishte ajo gjë që duhet ta bëhe të mbetej?
Atëre, do doja shumë që të ndryshoja, le të themi, mënyrën e orientimit të ekonomisë shqiptare drejt një ekonomie prodhuese dhe jo thjesht të turizmit, të spekulimeve me ndërtime, sepse besoj se nga ky moment pastaj vijnë ndikohet edhe skema e pensioneve, edhe mirëqenia e përgjithshme e vendit, rritet edhe mirëqenia e klasës mesme dhe shtohet klasa e mesme. Dhe ndoshta gjatë tjetër e rëndësishme do ishte mirë mbrojtja, le të themi, e duhur e të drejtave në vendin e punës. Jo vetëm të punëtorëve të krahut, por edhe të punëtorëve të mendjes. Ma si fjali mund thash, domethënë po e përmbledh unë, po e them çik shumë në mënyrë gazetarese. Nëse ti bësh kryeministër, gjën parë do bësh, do merresh me bujqësinë, domethënë të prodhohet në arë. Jo. Në industrinë prodhuese e kanë fjalën sidomos në industrinë e rënd prodhuese, po edhe të mallrave, të ushqimeve. Do ndërtosh një kombinat? Patjetër, sigurisht që duhet. Çfarë kombinati? Po minimalisht duhet një rafineri nafte, përderisa Shqipëria është një vend që ka naftë. Nëse ti bësh kryeminist do ndërtosh një rafineri nafte? Ne duhet që të shfrytëzojmë maksimalisht si shoqëri ato të mira që kemi. Me këto 36 vjet sa lekë janë vjedhur këtu do ishin bërë 100 rafineri po. Po mirë, mund të thoja edhe që gjë e parë që s'do vjedh. Po nëse flasim për një vizion, do duhet të ndryshojmë qasjen. Jo flas që ti, nëse bësh kryeminist, jo s'është e bukur kjo. Nëse ti bësh kryeministër, ti do ndërtosh patjetër një rafineri nafte. Po dakord, e pranoj edhe. Jo, po dakord, e thua ti, jo unë. Në atë që thashëm pak më parë. Bukur kjo. Ja, është premtimi i bukur kjo. Po mendoj që nëse ti vë kandidaturën për kryeministër se bukur e thatë që ky vend që i ka të naftë, ajo nuk është cilësia e zakonshme, po rafinimi i saj mund sjellin produkt padyshim. Me të cilët kanë punuar, brezi baballarëve tanë me atë naftë kanë ecur. Padyshim që po. Okej. Të falenderoj shumë dhe shpresoj që të kem dhe herë të tjera se diskutuam gjëra interesante. Parasysh se ishte kështu hard talk, siç i thoni ju në Manchester. Jo, më pëlqen kjo hard talk sepse shpesh dalin pika, më thënë që ndoshta ne politikanët i stërzgjasim çik, po ti i thua me një pikë dhe del thelbi. Faleminderit. Kënaqësi.